Teatri i Operës dhe Baletit ka tashmë një mbështetës të fortë financiar për aktivitetet e tij. Kompania celulare Eagle Mobile vendos të jetë sponsori i këtij institucioni për 2 vite të ardhshme. Kompania Eagle Mobile do të mbështes Teatrin e Operës dhe Baletit në sezonin e 2 viteve në vazhdim, duke u bërë kështu sponsor i përgjithshëm i saj. Ka qenë drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit Zhani Ciko, i cili ka prezantuar mbështetjen që kjo kompani do të japë për artin shqiptar. Shpall partnerin ton të ri mediatik për 2 vitet e ardhshme dhe base edhe për më shumë, që është kompania Eagle Mobile. Realizimi i saj kontrate, e cila është shumë avantazhoze për ne, ju do të keni rast sa shikoni, të ndjeni influencën, është një nga gëzimet më të mëdhaja, i cili ne ka lehtësuar se një krah buxheti i pacunguar që na ka dhënë shteti shqiptar, në ato parametra që kemi pasur. Vëmendja e madhe autoriteteve shtetërore e dikasterit, personalisht e ministrit Ferdinand Xhafere, dëshiroj në emrin e drejtorisë së përgjithshme të Teatrit të Operës, të artistëve të teatrit, të publikut, se është publiku që do përfitoj të mirat e kompanisë tuaj dhe do t'i bjeri ziles tuaj më shumë. Kështu që ju falenderoj. Gjatë prezantimit të kësaj nisme të ndërmarrë nga kompania Eagle, zëvendës drejtori i përgjithshëm i kompanisë Orkun të Jozgat u shpreh i kënaqur për kontributin që Eagle jep për artin shqiptar. Thank you very much for being today with us because we are very happy. Ndihemi të nderuar që japim kontributin tonë në këtë fushë. Eagle është tash soliduar. Prej kohësh kemi menduar që të japim kontributin tonë në këtë fushë. Falenderojmë Teatrin e Operës dhe Baletit që na e dha këtë mundësi. Personalisht ndihemi nderuar që ulem sot për krahje prej mjeshtrave më të mëdhenj të kulturës në Shqipëri, profesor Cikos. Kompania Eagle Mobile gjatë 3 viteve që është në tregun shqiptar ka ndërmarrë shumë nisma për të ndihmuar në jetën sociale në Shqipëri, duke financuar një sër projekte të ndryshme. Ky vit për kompaninë Eagle është dhe viti i mbështetjes për arsimin shqiptar në projektin dorë për dorë me arsimin.